KDI rikujton që me qenë se kuvendi nuk e ka mbështetur iniciativën për shmangje të afateve procedurale në shqyrtimin e këtij projektligji, pikërisht për shkak të historikut problematik të tij për shkak të zvarritjeve, konsiderojmë që asnjë rrethane tanishme, sado urgjente, nuk e arsyeton shkeljen e procedurave parlamentare dhe të afateve të përcaktuara në rregullorën e punës së kuvendit. Në mbledhjen e parë të Komisionit për Legjislacion, i mbajtur sot në ora 9 në mëngjes, është diskutuar për organizimin e dëgjimit publik si pjesë të shqyrtimit përmbajtësor të këtij projektligji. Derisa pak orë pas përfundimit të kësaj mbledhje, është thirrur një mbledhje tjetër në cilën është marrë në fakt vendimi me votat e deputetëve të shumicës parlamentare që dëgjimi publik të mbahet qysh në ditën e nesërme, pra më pak se 24 orë nga momenti në fjalë. Ky zhvillim padyshim që e shkurton në mënyrë të ndjeshme kohën e vendimarrjes, përgatitjes dhe zhvillimit të dëgjimit publik, duke e krijuar një pikë kthese në tërë procesin, pasi që një afat i tillë nuk le hapësirë reale për përgatitje dhe kufizon praktikisht mundësinë e palëve të interesuara që t'japin kontribute në këtë projektligj.